Okej. I riu i tha babait me jep pjesën e pasurisë që më takon dhe jati u andau në mes të tyre. Thot, okej, 2 vëllezër. Mbas pak ditësh biri miri mblodhi çdo gjë dhe shkoi në një vend të largët dhe e prishi atje pasurinë, duke bërë një jetë të shturur. Kemi situata sot i kemi. Dhe ai shpenzoi të gjitha në atë vend dhe në atë vend ra një zi e madhe buke. Ai, unë po e marr tani në zemrën time, por do ndodhi zite e bukës, realisht. Janë pjesë e profetizimit e parashikimeve që Bibla thotë. Dhe unë shumeri them dhe masandaj personave që janë përreth meje, apo që njoh, i them që këto pasuri të qefet kënaqësitë, një ditë do shterojnë dhe do vijë zia e bukës në përkombe. Çfarë do bësh në atë ditë? Ke fuqizuar zemrën tënde, je në urdhrimet të Atit që të ushqejë dhe në ato zite e bukës, siç e bëri me etrit tanë dhe i tregovi lavdinë e tij dhe fuqinë e tij? Dhe ai filloi të jetë në hall, por normal që filloi, se nuk ka ndodhur akoma kur të fillojnë njerëzit të jenë në nevojë, në mundime, ndoshta do krijojnë në zemrat e tyre një urtësi dhe do kërkojnë qiellin lart. Atëre shkoi u ngjit masandaj vajti në një ara që të ruante derrat, filloi punë. Dëshironte ta mbushte barkun me lendet që po hanin derrat, por askush nuk i jepte. Shiko, as ushqimin e derave nuk i jepte askush. Shiko se janë sa detaje që Mesia po na flet. Por atëre si tha, erdhi në vete. Masi ndodhi kjo situatë, erdhi në vete, prandaj shumë nuk kanë ardhur në vete. Sepse nga ana tjetër, ki kujdes vëlla motër, që për flas dhe për secilin që po e dëgjon, që janë disa ushqime që Satani i bën që ti të mos vish në veten tënde në arsyetimin e shëndoshë. Sepse ato ushqime, qefet, kënaqësitë, leku e mbajnë njeriu peng në emocionet, në dëshirat e mishit. Por mishi është kundra karakterit të Atit. Mishi është shkelet e ligjit. Shkelet e ligjit janë qefet, kënaqësitë, imoraliteti, çdo gjë, ti mund t'i vesh emrin. Dhe njerëzit që ushqehen masandaj në atë mënyrë nuk vinë në veten e tyre, nuk e thonë, nuk arrin në atë qoshen masandaj që, por ne me lutjen mundohemi që Ati t'i vendosi në qoshet e tyre. Masandaj dhe shterojnë ato gjëra, lutemi Atit, si që jemi lutur. Dhe tha, punëtorët e mëditës të Atit tim u tepron buka. Ata janë punëtorë dhe gjende u tepron buka, thot. Kurse unë po vdes nga uria, do të qohem, tha, dhe do të shkoj tek Ati tim dhe do t'i them, Atë, kam mëkatuar kundra qellit. Dinte protokollin. Dhe kam katuar, tha, dhe kundra teje. Nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Trajto-më të paktën si një nga punëtorët mëditësit e tu. Më mjafton, tha. Dhe ne po ta kemi këtë lloj arsyetimi, vëlla motër. Atëre do lartësohesh për Atit. Sepse i biri masandaj u lartësua, ju dha unaza, ju dha rroba dhe vendosi në kënd. I Ati. U qua, pra dhe shkoj tek Ati. Tani, ai erdhi në vete hapi parë, pastaj tha do të çohem, po tash nuk kishte ndodhur akoma. Ai fillonte po mendonte çfarë do bente dhe në fund masandaj e veprovi vëlla. E shikon vëlla? Veprovi. U qua. Prandaj neve çohemi nga disa gjëra masandaj që duhet të veprojmë dhe veprojmë. Nuk shkon vëlla motër në për disa vende në fundit. Nuk ke pjesë me miqësi që të largojnë prej urdhrimeve, prej Atit, prej Mesias në fundit. Mesia në vërtetë flas. Nuk flasim për ikona, për kryqe, për gjëra. Ato janë frymat e vdekjes, ato janë krijimet të njeriut. Bente pyetja, unë lutem ma, ndoshta po dëgjon motër, por nuk ka rëndësi si çfarë është fytyra e Mesias, askush nuk e di. Ti po thoshe, po ja, si është çari si ka sytë, si ka flokët. Syti ka për zjarrin në radh parë. Flokët masandaj dhe do zbresi për të gjykuar botën. Ne këtë duhet të dimë në fundit.
Duhet të zbatojmë urdhrimet e ligjit, siç të thash në zanore. Veçohesh për jetën tënde. Unë të kam ftuar, ti mund t'jesh pjesë, por të takon ty. U qua pra dhe shkoj te kati. Por kur ishte ende larg, tani kur ishte ende larg, vëlla motër, neve shumë herë jemi larg, mbasi kemi bërë pendimin tonë nga shkelit e ligjit, jemi larg nga ana distancës. Por Ati Yahweh na shikon me dëmshuri sepse e ke marrë atë vendimarrje. Flas për në krahas e merr vendimarrjen që vllai inkurajon pa atë pagëzim që është pendimi tënd, që reflekton, nuk ka hyrje në beslidhje. Duhet të ndodhi në jetën tënde kur ti, po ta kesh vendosur me gjithë zemër të pendohesh nga jeta e mëparshme, ta lesh atë jetën e mëparshme që është shkelit e ligjit, atëri ti e reflekton atë në pagëzim në ujë, është bekimi jot. Nuk do të kesh frikë nga uji. Uji të pastron, pse do kemi frikë? Është një gjë e mirë, uji të pastron, shikojmë që kemi duar në këtë rast të papastra apo rroba apo shkon dhe lahesh në pendimin, simbolizon pendimin tënd ndaj qiellit. Merr dhuratën e frymës së shenjtë. Kur ishte ende larg, jati e pa dhe me dëmshuri dhe ju lushua me vrap dhe ra në qafë dhe e puti. Dhe i biri tha, prap, tash i biri në fillim e tha, do t'i them, e tha këtu lart që do t'i them atit që kam katuar kundra qellit dhe para ti. Okej, pastaj, ai e beri, sa po e pa, o ati tha, më katova kundra qellit ta. Dhe para teje, nuk jam i denjë për të quajtur biri yt. Por jati si tha, filli këtu robën më të bukur, visheni, vini një nazë në gisht dhe sandale në këmbë. Biles, dire viçin më të majmur dhe eterin, do ham dhe do gëzojmi, sepse ky biri im kishte vdekur, po u kthye në jetë. Kishte humbur, po u gjet përsëri. Tani vlla motër, kishte vdekur i biri tia? Jo, është përpara tia. Si kishte vdekur? Kishte vdekur frymërisht. Ishte larg beslidhjes. Por tha tani u kthye në jetë. Kjo është një shëmbëltyri që Mesia jep. Prandaj tha, lerin tha të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre. Por tha, ti hajde më ndjek mua, tha. Më ndiq mua, tha Mesia. Dhe ajo është thirrja që na bën neve çdo ditë, sepse ka shumë të vdekur frymërisht që bëjnë gjërat që duhet të bëjnë. Leri, ti nuk ke pjesë me ta, tha. Ti thot, hajde, u ktheve, thot, u ktheve, tash më ndiq mua. Dhe filluan të bënin një festë të madhe. Si tham Mesia që prekëm dje, në Luka 22, do bëhet festa e madhe, apo jo? Sepse të pashke që tha, tani po e hamë, tha, mirë, tha, kam dashur të hamë me ju, tha, por nuk do të hamë me, tha, derisa unë të vi, tha, dhe do gëzojmë në mbretërinë e qellit që do zbresi nga qelli i tretë fizikisht në tokë. Sot ke plot persona që citojnë emrin e Krishtit nga që janë mësuar në një mënyrë që nuk duhet të mësuar, mendojnë që mbretëria e qellit është një diçka masandaj jo fizike. Mendojnë në atë parë ati nuk ka trupin e tia. Nuk ka një trup ati, masandaj shumë njerëzit mendojnë me ato Efezianët 1:4 ose më vonë që thot masandaj që na ka bërë të ulemi në vendet qellore, ka fjalën që kemi autoritetin, në ka dhënë emrin e tia. Njerëzit mendojnë që tani ne tashmë jemi në qell, por ja tash jemi edhe këtu në tokë, kur masandaj të ndodhi ajo shkëputja misterioze përpara mundimit të madh, atëre neve do bashkohet trupi tonë me atë njeriu që është në qell tashmë. Këto janë mënyra misticike, janë filozofi njerëzish, frymra demonike që mendojnë në atë kohë, në atë mënyrë. Prandaj që atë dispensimin që po thesha unë, ngjarjet e kohëve
që nga Adami deri këtu, nga Noa deri këtu, nga Noa, nga Abrahami, nga në Malin Sinai, këtu janë ato dispensimet, janë kohërat që kanë ndarë njeriu, që thoshin atëre nuk ishte ligji, atëre njerëzit vazhdonin të ishin të shturur, por persona që ati dha ligjin. Përse kemi frutat e para që mbahen në kopshin e Edenit, që ishte një altar, që ishte prifti, masandaj që ishte prifti parë, Adami, që mësua ligji për 7 vjetë nga engjit. Ndoshta disa për ju shpatë mësimin e fundit të librit në të rast të jubilejnëve që u morë në Malin Sinai, nga engjilli që dha Moshe, që kanë hequr masandaj e hoqën farisejtë dhe implementuan katolikët në vitet 300, në vitet masandaj më vonë, reformistët masandaj i mbajtën të njëjtat perceptime duke hequr të libra prapë. Ndërkohë, kjo shkëputja misterioze para mundimit të madh nuk është fare në Bibël. Fill mbas atyre ditëve të mundimit të madh, Mesia Jeshua do vi në rreth e qellit. Ndërkohë bejnë sa ringjallje do ndodhin, sepse sipas dikujt, masandaj kemi 3.5 vjet para ardhjes së Mesias, do ndodhi kjo shkëputja misterioze. Ke parasysh masandaj që një person mund të ngasi makinën, ai do lere rrobat e tij atyja. Ata që në avion, masandaj një piloti dhe ata domethënë ai këto janë manipulime që ka ndodhur. Një film që është bërë në Amerikë në atë kohë e kishte fjalën për punën e shkëputjes, si quhet filmi? Left Behind, domethënë i mbetur mbrapa. Ai film ka patur një sukses aq dhe janë fuqizuar rëmbimi. Rëmbimi quhet që do na rëmbej. Rëmbimi është çështja, unë po flas për filmin. Filmi quhet Left Behind, dëgjoj çfarë po them. Filmi quhet Të mbetur mbrapa, është bërë në Hollywood, janë pasuruar ata 2 persona që e bën, sepse kjo teori që po të them unë është pjesë e dispensimit e ndarjeve demonike që kanë bërë njeriu pa mbështetjen e Biblës. Që kanë thënë që do ndodhi kjo shkëputja misterioze dhe u bë film. Dhe tërë protestantët me këtë film në Amerikë u fuqizuan drejtuesit për këtë filmi. Dhe këto thënie masandaj, si të thonë, që të mos mbetesh mbrapa, Mos mbetesh mbrapa, ke dëgjuar këto thënie në Shqipëri? Në Shqip, por unë i dëgjoj në anglisht, apërzi. Sepse ai film bëri dëm të madh prej këtyre 2 personave që morën që nga 1600-ta masandaj, që dolën me teori të njerëz të caktuar që masandaj mund t'i shikojmë, por në fundit e pasaj e mori John Nelson Darby, ishte një person që masandaj ishte në atë kohë në 1600 dhe doli me teorinë e shkëputjes misterioze, rëmbimin misterios, që nuk dihet ku do ndodhi. Edhe bëjuni gati sepse të mos mbetesh mbrapa. Atëra këto gjëra nuk kanë mbështetje biblike. Se po të shkosh Mateu 24, Marku 13, thot, fill mbas shtrëngimit të atyre ditëve që bota nuk ka përjetuar dhe nuk do ketë më. Janë 3.5 vjetët, janë 42 muaj që bota do përjetojë gjykimin me çdo lloj masandaj plagë dhe me që do bien boritë dhe masandaj ke dhe të gjitha që thotë që ne zbulesa 6 dhe më tej. Të gjitha gjykimet që ke masandaj tërmetin e fundit që 1/3 e banorëve të botës do bjerë poshtë në atë tërmetin e më të madh që do ndodhi. Dhe do ketë gjykime gjatë kohës, masandaj sepse janë pjesë e moskthimit të njeriut ndaj urdhrimeve, ndaj birit të tij. Këto gjëra nuk kanë mbështetje biblike. Unë do t'i ekspozoj, për ata që kanë vesh, masandaj do t'i shikojnë, sepse ka vëllezër që studiojnë dhe na lecojnë punën. Dhe mja e shikon masandaj personat dhe teoritë e tilla të dispensimit, që teoria e fundit e dispensimit, masandaj, fundit e para fundit është ligji, nuk kemi pjesë me, tani jemi në epokën e hirit. Ke dëgjuar këtë gjë? Ke dëgjuar.
epoka e hirit me çfarë? Me çfarë kufij? Me çfarë kufij duhet jemi neve? Në fundit. Apo nuk ka me kufij? Ka nevojë. Ti ke hirin, vazhdo, shfrenohu. Shkele ligjin majtës djathtës. Shkele sabatin, shkele festat biblike, masandaj, ka gjë, nuk praktikojnë festat biblike, ti gjende shko atje. Sepse nuk është rasti vetëm për ty, është rasti për të tërë protestantët që kur i thua dilë prej bishës së Romës, që mban masandaj me kupën e saj, që shqen me verën e saj, që është kundra imoralitetit apo kundra çdo shkeli të ligjit, që ka të bëjë me imoralitetin frymëror, që ka të bëjë me çfarë praktikon në jetën tënde nga ana e kujt altari po e fuqizon në jetën tënde, që ke të bëjë me atë shturjen frymërore. Po zbaton festat atit, je me atin Yahweh. Nuk i mban festat katolike ortodokse që të kanë dhënë në 300-400-ën, dhe po ke atë shturjen frymërore. Prandaj merr tjetra masandaj të heq nga apo nuk kemi më shok, sepse nuk duhet të ngatërojmë gjërat, ndërkohë ngatërimi nga çfarë vjen për ty në Amerikë, në New York, nëse po e dëgjon. Nga vjen sepse është e kundërta, ku një person nuk zbaton ligjin, ka ngatërime. Apo jo? Ndërkohë ti duhet të hysh në beslidhje. Nuk jo vetëm ti, janë secili prej jush që u largua prej kësaj asambleje. Nuk jeni mirë me atin dhe ju e përjetoni në jetën tuaj. Dhe gjithmonë vëllai është afruar me përulje, me dashuri, por ju nuk doni fjalën e vërtetë, ju doni gudulisjet, doni atë, nuk e di, doni çdo gjë që të thuhet sipas ata që ju doni të dëgjoni në fundit. Por kur ke një situatë që është alarmuese në jetën e një bashkëdhetari apo bashkëdhetareje, i thua që ky autobus po shkon poshtë në Greminë me shkelet e ligjit të vazhdueshme që i ligu masandaj vazhdon të sundojë në mendjet e dikujt. Jo, okay. Kush zbret për atë autobusit, shpëtohet. Por të lutem më le dhe ato që të unë basa ta kuptoj, ndoshta mbasi të kenë rënë autobusi. Kështu do vazhdojmë. Apostulli thot, duke njohur frikën e Zotit Yahweh, mundohemi të bindim njerëz. Sepse rruga e shkeljes së ligjit është rruga e liçenit të zjarrit. Rruga e zbatimit është Romakëve 2:13, masandaj ke Zbulesa 22 mbaron Bibla. Kjo rrugë është një rrugë e bekuar. Por i marrin parasysh të vargje, sepse në ato parë personat as nuk arrin këtu të dëgjojnë. Ai ka mësimin 4 orë, 3 orë. Pse se bën ti në qerekore? Në qerekore? Shikoj në qerekoret jashtë. Ka ndodh me ato në qerekoret e të vështatës, apo qerekoret e Stanley që pa më zajonistin, që të thotë ligji është hequr, ndërkohë ati thotë ai person është i bekuar, si që nga hequr. Po të thotë Stanley, ty të thotë Joyce Meyer, masandaj të thonë të tërë, masandaj ata bapti, aty ku jenë ATL, ti thonë ata. Ndërkohë Bibla çfarë thotë? E marrin? Ajo motë sa e bekuar, ajo lexon dhe i mban mend ajo. Po i mban mend, po i praktikon ajo, ka lexuar fjalët e urta instanente? Ka lexuar Farën e Gjonit 3:4 që mëkati është shkelja e ligjit? Ka lexuar që Mesia do vi të gjykojë botën me anë të ligjit? Isaia 51:4 deri në 8, që ati thoshte ju që praktikoni drejtsinë dhe keni ligjin tim në zemrat tuaja, mos u mërzitni për fyret e tyre të rënda? I lexojmë ato gjëra? Po jo, nuk i lexojmë ato, sepse janë vetëm citime fetare, të një dukje nga jashtë, të devotshëm nga jashtë, por nuk akoma një nënshtruar kujt, autoritetit, karakterit të atit, që është ligji i tij. I lexojmë fjalët e urta? Le të vazhdojmë. Për të njohur, për të mësuar,
si të veprojmë me urtësinë, me drejtsinë e ligjit. Një komp në vendin ku jemi, se cili prej nesh, një komp ka drejtsinë, gjykimin, në këtë rast që vjen me kushtetutën e vendit, me ligjin e vendit. Po kushtetuta e qellit, që po shfaqet në ekran për neve, që neve të marrim të mësojmë gjykimet e mençura të kushtetutës së atit, kështu masandaj neve mund të marrim gjykimin dhe ndershmërinë, veçimin, pastrimin tonë, të qenet pa njolla, si thot Psalmi 119:1, duke ecur në ligjin e tij, siç Mesia eci në ligjin e të vet, Galatasve 4:4, ju nënshtrua ligjit, a nuk duhet të nënshtrohemi neve të njëjtës rrugë që Mesia Krishti na la? Që ti e një Krishti, që është një emër masandaj e lejmë me Krestos, që adhuroshe në Egjipt, por e lejmë për momentin, por që ti kur del dhe për atyre emrave, del dhe veçohesh, dhe nuk, Bibla thot, vetë ligji thot, nuk do të përmenden emrat e të fuqishmëve të tjera, të demonëve të tjerë thot, në gojën tuaj. Për të dhenë shkatësi, ty dhe mua, vëlla motër, njerëzve të thjeshtë, kush t'i jep shkatësi? Fjala, urdhrimet, ligji i Atit të bën të shkathët, dhe ti besh mi shkathët se i ligu. Ecën dhe nuk bie, vrapon dhe nuk lodhesh. Fluturon atje ku janë shqiponjat. Shqiponjat kanë sy dhe shikojnë. Një shqiponjë shikon lepurin me kilometra, me 100 kilometra largë. Dhe lëshohet. Ndërkohë ajo shqiponja është përmbi çdo papastër, përmbi çdo lloj shpendi të papastër. Normal, dhe shqiponja është e papastër, por flasim që për atë lartësinë e saj që është përmbi të tjerët. Dhe nuk e tënon diçka shqiponjen. Ajo është e shkathët apo jo? Dhe ka sy dhe shikon, ndërkohë ligji i Atit në këtë rast na jep sy neve të shikojmë, të njohim, të dim si të veprojmë, si të ecim. Ke sy. Ndërkohë ligji është llambë në këmbën tonë, është dritë në shtegun tonë. Në shtegun tonë. Të dim si të ecim. Ndërkohë ligji i Atit e bën të urtë njeriu e thjeshtë, jep shkatësi. Lavdi i Atit. Jep ty shkatësi, vëlla motër. Prandaj ti do ta ruash ligjin e tij si bebja e syve tënd, thot shkrimi, fjalë e urta 7:2. Çfarë të themi me? Sa vajte do të sillim? Që ti të dalësh, që po e dëgjon. Mos ndjekësh palishmërinë e denominacioneve, që të thonë ligji është hequr, ndërkohë ati thotë ruaje, ndërkohë ata thonë është hequr. Po këtë do të dëgjosh ti ne? Ati thotë ruaje, ti dëgjon tjetrin. Siç po e dëgjon online aty ku je, apo masandaj në ditën e diellit ku shkon me çdo lloj feste njollosje. Do predikohet lajmi i mirë i mbretërisë në asamblenë e vërtetë në Shqipëri, me këtë ministri që Ati Jahue ka hapur me gishtin e tij, me fjalën e tij. Se veçon ndonjërin për nesh, që masandaj të veçojnë të tjerët. Në mbetjen, në mbetjen e fundit, mbetja gjen rrugën e ngushtë, shkatësohet. Po, tani vëlla motër, për neve këtu, dhe ti që duhet të shkatësohesh normal, duhet të shkatësohesh në lutje, në leximin e shkrimit, të urdhrimeve, të ligjit, të gjithë Biblës. Shkatësohesh duke përmendur emrin e Mesias Jashuas në autoritet. Nuk rri masandaj i thjeshtë, vëlla motër, sepse i thjeshtë ngelet i thjeshtë, dhe Satani merr avantazh në thjeshtësitë tona. Ti shkatësohesh, çfarë, në lutje. Tashi, ka disa gjëra që neve duhet të shkatësohemi, apo jo? Okej, ti e shikon, ekzaminon veten tënde, ekzaminon ditën, ekzaminon muajin, bën një reflektim, unë e bëj për veten e time. Ku jam? Çfarë duhet të shkatësoj? Çfarë duhet të pres, të largoj? Ja ku kemi, më fal, për të marrë njohjen dhe reflektimin. Tani, i urti do të dëgjojë dhe do të rriti urtësinë e tij, titurinë e tij, urtësi është fjala atje. Do rriti urtësinë e tij. Tani, aman, i urti dëgjon dhe vepron.
sa herë ka folur vllai personave që vajtojmë masandaj dhe herën e fundit në Shqipëri. Por unë e di që ajo është e tërhequr me personat masandaj aty në qytetin e saj dhe masandaj gjëra të tjera që ajo unë akoma vajtoj po pyes veten time, po si ka mundësi të qëndrosh për 2 vjet dhe masandaj vjen momenti del vet pas një lloj shpjegimi, ndërkohë që ju vajtët e vizituat atje në nevojën e saj, apo sa herë është vizituar prej atit, sa herë është vizituar. Por e di çfarë ta thot vllai hapërzi dhe nuk do të mbaj dorashka, por në emër të Jashuas, kam mbajtur ndonjëherë në jetën time nga ana e fjalës. Nuk e kam shtrembuar ndonjëherë në këto 5 vjetët e fundit flas, sepse ato përpara u pendova për çdo thënie apo manipulimi që bënte Satani dhe kupton që mëkati është shkelje e ligjit dhe për ato 15 vjet mas andaj reflekton dhe e ndan vërtet drejt fjalën e së vërtetës, por kur vjen puna vlla motër për tu pagëzuar në ujë, aty tregohet zemra e vërtetë ndaj atit. Sepse ju e mbani mend kur vllai po I thoshte ju thatë, ishte mundësia, por erdhi momenti për ta treguar dashurinë e vërtetë ndaj atit, nuk e bëri, dhe masandaj, sepse zemra nuk ishte për atin vërtet. Se zemra tonë, por ti jetë për atin, neve I bëjmë ato gjëra. Vrapon me shkathësi vlla motër, me njërë. E bën me gëzim, masandaj bie shofari si motra, masandaj pa ajo është çështje tjetër nëse gëzon, sepse në qiell ka gëzim për një thotë që pendohet dhe pendimi reflekton në pagëzim në ujë I rritur. Duke ditur tani që ti e di që shkelja e ligjit është mëkati, atëherë do vazhdosh të shkelësh ligjin? Jo. Atëherë pendohesh. Edhe reflekton pendimi në pagëzim për të marrë dhuratën e Frymës Shenjtë. Pastrohesh nga ato shkeljet e ligjit të kaluarat. Ne pastrohemi, lahemi kur ndotemi apo jo. Ajo është gjë më Aroni u pagëzua nga Moshe. Edhe I tha ati, merre tha Aroni bitë e tij tha dhe shko dhe ata u lanë, u pagëzuan atje. Dhe kur Mesia Jashua u pagëzua, nuk ishte sepse ai kishte nevojë masandaj për të marrë faljen e mëkateve, nuk mëkatovi në asnjë pikë. Por ajo atje në lumi Jordan ndodhi që ai të përmbushte çfarë? Drejtsinë. Drejtsinë çfarë? Të zbatonte ligjin. Për kë? Për zbatimin e çfarë? Për të hyrjen në zyrën e tij të kryepriftit nga ana frymërore, qellore. Prandaj qelli masandaj u hap dhe e pranovi aty tha, ky është birim dhe zbriti fryma e shenjtë. Sepse fillovi çfarë? Zyra e kryepriftit. Dhe u pagëzua nga kush? Nga profeti Johanan, Gjon Pagëzori. Kryeprifti u pagëzua nga profeti. Kryeprifti Aroni u pagëzua nga profeti Moshe. Kur Mesia thotë, lejo që të përmbushet drejtësia. Lejo sepse siç e bëri thotë se shkojtu në ligjin, unë duhet të çfarë të pagëzohem për të filluar zyrën e kryepriftit dhe duhet ta bësh ti se je profeti zgjedhur nga Ati, tha Gjonit. E kupton tani pagëzimin e Mesias përse ndodhi? Për të filluar zyrën e kryepriftit të lartë, që fillovi të mësonte çfarë? Ligjin. Aroni fillovi të mësonte ligjin popullit dhe ishte ndërmjetësuesi midis popullit dhe Atit, apo nuk ishte ai? Së bashku me Moshen, por ishte profeti, se për një profet prapë është ndërmjetësuesi midis popullit dhe Atit. Por kryeprifti Aroni kishte detyrën masandaj çfarë? Të mësonte ligjin, masandaj kishte detyrën të ndërmjetësonte për çdo shkelje të ligjit që populli do bente. Mesia e mori atë zyrë, nuk ka me Aron, nuk ka me kryeprifte të tjerë, tokësorë të njollosur. Nuk ka me, Mesia është pa njolla, njëre për gjithmonë. E kuptove tani vlla motër, sepse kjo zyrë ti do ta kuptosh që Mesia është kryeprifti çfarë bën dhe profeti çfarë bën, mësojnë ligjin, që populli të mos mëkatojë. Normal do korrigjojë, masandaj do drejtojë popullin, atë një kryeprift, një profet e bën.
Tani, apostulli ka një zyre për mbi profetin, përse? Sepse apostulli ka për detyrë të mbjelli kishën, të vëzhgojë masandaj kishat, masandaj do bashkëpunoj me profetin, do bashkëpunoj me ungjilltarin, do bashkëpunoj me mësusin, me pastorin e vërtetë. Efesianët 4:20 po flet për zyrën që ka në urdhrimin e ligjit për të mos makatuar njeriu. Ai besimtar që vjen. Mos u ngatëro me çdo lloj citime që sapo masandaj që ti vëlla thoshe sa i njeh këta. Sepse janë hapurazi, një person që të thotë ligji është hequr, ai është i rremë. Mos e dëgjoj. Ligji është i vërtetë. Tani kur një gjë e vërtetë të hiqet, çfarë do marrësh? Do marrësh gënjeshtrën. Ajo të takon ty. Një gjë është e drejtë, që ligji ti është i drejtë, po e hoqe, çfarë do marrësh? Të shtrembërën, jo më të drejtën. Ligji është i mirë, po e hoqe të mirën, do marrësh të keqen. Ligji është i veçuar, i shenjtë, i pastër, po e hoqe atë, çfarë do marrësh? Njollosjen. Kush na njollos? Mëkati. Kush na njollos? Shkelit e ligjit. I urti do dëgjojë dhe do të rriti urtësinë e tija. Sepse do dëgjojë dhe do praktikojë. Okej, të sillim unë e kam thënë më përpara, por le ta ritheksojmë sepse janë shumë gjëra që unë kam folur më përpara dhe motrat, më thënë më kanë dëgjuar, por lavdiatit për zemrat tuaja, motra, sepse të tërë ikën masandaj dhe por lavdiatit po e restauron ati në lavdin e tia për çdo gjë që po ndodh në mesin tonë. Okej, ligji për të rirë 17 është një nga vargjet që ti do ta kesh në zemrën tënde, ta mbash, ta shënosh, bëj diçka, vëlla motër. Ja një moment sa ta hedh. Ligji për të rirë 17 përcakton zyrën që tani me anë të gjakut të Mesias ka të njëjtën mësim dhe manifestim, zyrat e kishës së vërtetë. Okej. Ma thënaj ligji për të rirë 13 jep detajet, por do ta lëm për momentin. Le të vazhdojmë se pas kam këtu. Okej. Në 17. Në 17. Ai pas kam, okej. Thotë që në rast se, masandaj ka, ti do t'i shikosh vetë dhe unë lutem atë të ndihmoj shkrimi që është ligji dhe profetët. Okej. Ligji për të rirë 17, vargu 8 deri në 13. Tani thotë, kur të paraqitet një diçka e vështirë në jetën tënde, thotë, apo një rast i vështirë, apo brenda portave të shtëpisë tënde, thotë, por ka ndoshta ndonjë diçka, ndonjë goditje, ndonjë vrasje, ndonjë padije, ndonjë plagosje, thotë, ndonjë grindje, gjithashtu ndonjë diskutim brenda shtëpisë tënde, thotë, portave, thotë, atëre çfarë do bësh? Atëre do të çohesh. Okej, plan prish u qua. U qua dhe vajti ku? Në shtëpinë e atit. Shtëpia atit kush është? Në atë kohë ishte tempulli. Tani ne kemi shtëpinë atit është në qelë ku Mesia po shërben si kryepriftin tonë. Kemi shkrimin. Po ti qohu, thot. Atëre çfarë do të bësh? Do të çohesh, do të shkosh në vendin që Yahweh Elohimi tënd ka zgjedhur. Okej. Ku ka zgjedhur? Miqsinë, vendin ku jetinë, që të çohesh kur të ndodh diçka apo ke një paqartësi, çfarë do bësh? Do çohesh dhe do afrohesh tek vëllai, se a je këtu në vendin që ati ka zgjedhur për jetën tënde. Lutemi që të lindin shumë vende në Shqipëri. Po për momentin po ndërmjetësojmë dhe është një betejë e madhe nga Johane, sepse bëj thesha dhe vllajt, motra dhe vlla. Ëndra që unë po marr janë të një betejë që unë e shikoj hapurazi. Dhe shfaqen entitete masandaj unë dal, masandaj filloj godas, largohen dhe rikthehen prap. Dije çfarë po shikoja? Dije masandaj shikoja disa kafshë që po shfaqeshin ku? Mu në fshatin ku jam lindur, ku jam rritur. Dhe ajo përket altarin që po mundon, më thënë, të ligësitë që po vazhdojnë të ngrihen
sepse nuk do që ta vallësoj lajmi i mirë i mbretërisë apo çdo gjë që ati po na jep, po flasim online të vërtetën për urdhrimet e ligjit, Mesian e vërtetë i ligu nuk do. Dhe shikojnë këto entitete, çdo lloj kafshë, çdo lloj çasti mace, çasti fillojnë dilja për asaj shtëpisë dhe ndërkohë vendi ishte plot me dëborë, të pastër. Dhe ajo dëbora përben shpirtrat, përben turmën, shpirtrat e mirët për të shpëtuar. Por në mes atë të dëborës qarë, ishin disa entitete që vinin vërdallë dhe u ngrihesha masandaj dhe i godisnja, largoheshin, iknin largë, kishin frikë prej meje. Dije çfarë pas masandaj ishte në atë moment po e ndjenja dhe po thërrisnin njerëzit, po vjen një tigër i madh dhe ky tigri shfaqet masandaj. Në atë moment unë filloj, në atë moment e pash që nuk dhe u mbylla në shtëpinë time dhe masandaj erdhi vërdallë, aty në oborri dhe iku ndola masandaj, po dola si fuqizuar në njëjtën kohë dhe nuk kisha më frikë për atij tigri. Dhe tigri, tash e mbaj mend vëlla, nuk afrohej dot. Ai vëlla, do ta shpjegoj unë. Kampanja ëndër. Për ty vëlla, Damiano. Komo përpara. Ndoshta ta thash, po do ta flasim. Ishte e ngjashme. Dhe e thash që këto ëndra janë të ngjashme, kanë 2 javë që po ndodhin. Dhe unë e di që entitete nuk duan që shpirtra njerëzish të shpëtohen për lajmin e mirë të vërtetë që po predikohet në Shqipëri. Jo për palishmërinë masandaj të denominacioneve. Pak do ta gjenë rrugën e ngushtë, pak do shpëtohen. Me numra do jenë në Shqipëri. Po lutemi që numri të shtohet. Po thjesht për ta përjetuar, domethënë për të shikuar çfarë po ndodh, unë ngrita në mëngjes thash në emër të Jashuas, bëra lutjen time, fuqizohesh për jatit. Biles disa persona në atë shtëpi masandaj që e lëm për momentin, por kjo punën e goditjes të këtyre manipulimeve, këtyre kafshëve që afrohen, kafshët janë demonët. Ngrihem masandaj i qorti, çfarë kishte në dorë, nuk e di, i godet largohen. Sepse me anë të lutjes, me anë të fuqizimit, me anë të pastrimit, me anë të veçimit tonë, nuk e shkelim ligjin, ashtu lutja dëgjohet dhe shtyn errësirën. Kur të ndodh diçka thot që nuk e kupton, thot, atë do të çohesh, do shkosh në vendin që Yahweh Elohimi tënd ka zgjedhur, do të takohesh me prifërinë të Levitike dhe gjykatësin në funksion në atë kohë. Kush janë në funksion në atë kohë për neve? Që rendi Melkisedeku që ka kryeprifëria e Mesias është përmbi Levitit. Siç kishte të njëjtin rend Abrahami, që masandaj Levitët shkonin dhe praktikonin ligjin dhe jepnin Abrahamit 1/10. Levitët asaj kohe ishin prifërinë të para malit Sinai. Këto janë gjëra që akoma një drejtues nuk i kupton, sepse nuk ka ardhur drita e ligjit, se ligji është dritë. Dhe ku nuk flet sipas ligjit dhe dëshmisë, është ai person nuk ka dritë, thotë Isaia 8:20. Ti çohesh në këtë rast dhe afrosh ndaj vëllait për sa i përket neve, për ta kuptuar situatën çfarë ndodh, dhe do këshillohesh me vllain, të këshillohesh. Tani e pamë punë e këshillës. I urti merr këshillën, e dëgjon dhe rrit urtësinë e tij. Këshillohesh dhe atëra ata, në këtë rast tani zyrat e Efesianëve 4:20, që janë apostull, profetë, barinj, mësues dhe ungjëtarë, të vërtetë që kanë ligjin, do të shpallin, thotë ty çfarë do të bësh. Dhe thotë ti do t'i përmbahesh vendimin që ata të kanë treguar, ku në vendin që Yahweh ka zgjedhur për jetën tënde, ku praktikohet ligji. Nuk është vetëm vëllai vetëm, janë me mira shërbesa rreth botës, po lutemi në Shqipëri të mbillet shërbesat e vërteta. Të kemi mundësi me një vëlla masandaj të bashkohet të dyja ministritë në predikimin e lajmit të mirë të mbretërisë. Masandaj do të festosh festa, ta zem vëlla, okay, hajde të shkojmë në festën e tabernakujve. Ti festojmë së bashku. Jemi prej të njëjtit frymën në atë kontekstin e mbajtjes të urdhrimeve të ligjit. Do vinë vëllezër e motra, do bësh njohjen, do predikohet njëherë vëllai, njëherë unë në ato 7 ditët e festës së çadrave. Njihesh
me kopene më të zgjeruara, janë gjëra të mira, janë miqësi që po lutemi, po vajtoj për ato gjëra në Shqipëri. Që masandaj të kesh mundësinë të vesh te një vëlla dhe të gëzosh sepse ai po predikon ligjin dhe masandaj fuqizohesh dhe masandaj është anasjelltas. Shkon, dëgjon ose masandaj janë miqësitë, janë takime që bëhen në kishën e vërtetë. Po lutemi. Ti do kujdesesh të bësh të gjitha ato që të kanë mësuar. Do t'i përmbahesh ligjit që të kanë mësuar. Me një detajet. Dhe vendimin që të kanë deklaruar, në nuk do të shmangesh nga i vendim që të kanë treguar, thot as majtas as djathtas. Ndërkohë si tha Jehoshuas, si thotë, ja ta hedhim atë punë majtas djathtas. Si tha Jehoshuas? Jehoshua është emri i vërtetë, lem ato emrat e Zusit, nuk merremi, ishte hebre vetë, pasardhësi mbas Mojsiut. Si tha, ku do ta kishe fokusin, tha? Në vargu, Në vargu 7, tregohu, shiko, është për neve vëlla motër. Lavdijemi të hati ue. Ja ta hedhim me këtë varg këtu ja. Se çdo ditë del një rrjedhë e mirë, e re në zemrat tona. Dhe kjo është për secilin prej nesh. Unë lutem që ti ta përjetosh këtë fjalë dhe unë lutem për mua vëlla motër, por që frymat të veproj thellën në zemrën tënde, sepse po e kuptove këtë fjalë që po do vazhdojmë ta masandaj ke kuptuar jetën tënde. 7 deri në sa ishte 9 a 10? 9. Tregohu vetëm, së që kuptim kanë fjalët. Vetëm, thot, fokusi tënd do të jetë tu. Vetëm, thot, nuk ka gjë tjetër. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim. Po flisni vëlla për punën e kurajos? Që ati nderon kurajon, vendimarrjen që ti bën për veçimin tënd, për secilin prej nesh. E nderon ati, e shpërblen atë vendimarrje, atë guzimshmëri. Prandaj thot, vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim. Që, masandaj çfarë? Duke u përpjekur të veprosi mbas tër ligjit që Moshe, shërbëtori tim, thot të ka urdhëruar. Ati Jahwe po i flet Jehoshuas, po shkon përpara Jerikos. Nuk akoma janë kombe për të zotëruar. I thotë, çfarë do të bësh ti? Vetëm tregohu, thot çfarë? Trim dhe shumë i fortë, thot. Tani, a i kishte beteja, por i tha, frika, tha, nuk bën pjesën e ty dhe nuk do të jetë pjesën e jetën tonë. Asnjëherë. Vetëm tregoi fort dhe shumë trim duke u përpjekur të veprosi mbas tër ligjit që Moshe, shërbëtori tim, të ka urdhëruar, thot. Mos u shmang prej ti, as majtas, as djathtas, Jakude. As majtas, as djathtas, mos u shmang, thot. Nuk duhet të shmangës, sot, as majtas, as djathtas. Por do të përpiqet sot të veprosi mbas tër ligjit. Nuk tha disa urdhërime, tha tër. Shikoj fjalët kyçe. Tër ligjit Moshe, shërbëtori tim, dhe ati thotë që ai ishte shërbëtori tim, thot, të ka urdhëruar disa gjëra për të mirën tënde, për ju, thot, për ty dhe për tër popullin, thot, mos u shmangni prej ti, prej kujt, prej ligjit, as majtas, as djathtas, thot. Që çfarë? Kështu do kesh mbarësi, vëlla motër, për ne këtu ja, dhe për secilin që do të hyjë në urdhrimet e ligjit, në Mesian Jeshuan e vërtetë. Do kesh mbarësi kudo që do shkosh. Kudo që të jesh, nuk ka rëndësi vendi. Kudo që do shkosh, engjëlli i tij të mbron dhe ze vend në jetën tënde, thot Psalmi 34, që kur dëgjoj ato fjalë mua më mbushin, do të mbushin ty në.
Ky libër I ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote. Tani nga goja jote, nga brendësia e zemrës goja flet. Tashi për të folur goja duhet jetë në zemër ai ligji që të flitet. Për të qenë në zemër ne duhet ta lexojmë, ta mbjellim në zemrat tona. Ti vlla the që në këtë rast fillove nga ligji, lavdjatit është rruga më e mirë. Prandaj një person që merr vesh që Mesia Jeshua u ringjall në ditën e tretë, okay, duhet të shkojnë e para gjoni 3-4, okay, mëkati është shkelja e ligjit. Okay, me njerë, nuk lexon as Matea, nuk lexon libra të tjerë, me njerë, para gjoni 3-4, shkon atje, merr për kufizimin biblik të mëkatit, okay, pastaj, okay, mora është shkelja e ligjit, mëkati është shkelja e ligjit, okay, ky ligji çfarë është? Me njerë, opa, kalon në ligjin në zanafilla. Në normal që mund të lexosh, masandaj do lexoj dhe nga dhjata e re, po bashkangjite, sepse dhjata e re është manifestimi I ligjit. Hapurazi. Si për etjen e Mesias, si për moralin dhe çdo integritet që masandaj letrat e apostujve më mësonin ligjin kishave. Në libri I ligjit mos u ndaftë kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë. Në anglisht e ke medito. Meditimi është diçka e thellë që bën, që qëndron në atë në mendimin e thellë, vetëm atje. Okej. Mendon, mediton, thellët. Si ta praktikoj, okay. Po ka në një varg tjetër, nuk e di, por nëse bëj kështu, fillon me okay, dal ta pyes vllajin. Mos ndoshta do më ndihmoje. Okay, dhe vjen një varg, dhe vjen dy vargje, dhe merr kuptueshmërinë. Merr kuptueshmërinë, di si ta praktikosh, sepse kur e kupton, masandaj e mëson, e kupton dhe fillon të veprosh. Di si ta praktikosh në jetën tënde. Mendoj ditë e natë thellë për librin e ligjit tot, duke kërkuar kështu të veprosh mbi të gjitha, sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëri do kesh sukses në veprimet e tua. Atëri do përparosh. Sa herë do ta thot ati, vlla motër, si përparojmë. Dhe masandaj bën në Tiranë, ja, ti kështu mund të përparosh, ja, rritja e një besimtari, si mund të përparojë? Si mund të përparojë? Mund të përparojë duke medituar thellën e ligjit ti ditë e natë. Davidi çfarë citovi? Davidi citovi Jehoshuan 1. Në Psalmi 1. Mos me thot këshillën nga të pabesët, por medito tek ligji I tij ditë e natë. Dhe kështu të do i ajo pema e mbjellë pranë brigjeve të ujit në emër të Jashuas. Dhe fruta thot që ajo pemë do t'i japi, nuk ka rëndësi se është behar, se është dimër, se ka uri, se ka zibuke, se ka ai person lulëzon. Përse lulëzon ai person? Përse këtë jep fruta? Kur mediton tek ligji I tij ditë e natë dhe është I mbjellë pranë brigjeve të ujit. Ujin ka nevojë pema të ushqet. Ne kemi nevojë të ushqemi prej atit, por kur ti dhe unë meditojmë tek ligji I tij ditë e natë. Dhe masandaj nuk ka rëndësi ç'a ndodh jashtë, se bjen gurë, se vjen furtuna, se ka zibuke, se ati një kush janë të tijet. Ne I di dhe ushqen të ushqen ty, të vesh, të mbat, të jep atë që ke nevojë. Ose ndoshta për momentin e le në atë situatë të dalet të ta testojnë çik më thellë zemrën e tia. Do të mbaj urdhrimet e ligjit? Do më doj akoma? Do ketë besim akoma tek mua? Njëra nga gjërat që sot manipulohet është libri I Jobit. Libri I Jobit e marrin njerëzit sikur Jobi mëkatoi. Jobi nuk mëkatoi, sepse ati nuk e qortoi për mëkatin, po e qortoi vetëm për aspektin, tha, ti e shikon kush I ka krijuar, tha? Sepse Jobi në atë moment tha, çfarë kam bërë kundra teje? Dhe në atë moment tha, po edhe ati tregovi masandaj, unë I krijova të gjitha gjërat, tha, ti ku ishe? Por ati qortovi shokët, që ata akuzuan për mëkat Jobin, apo jo? Jobi një çfarë thotë? Nuk e di pse më vijnë disa gjëra, por Jobi një çfarë thotë? Jobi një jep karakterin e tij.
Jobi ishte në vendin e Uzit, Jobi ishte mbret, vëlla motër, për ta kuptuar. Ishte një nga mbretërit e kohës. Por Jobi jep karakterin vetë në librin e tij, që në fillim, ky njeri që quajtur Job, ky njeri si ishte? Ja një moment, sa ta kemi mendje kompjuterin. Okej. Jobi një, ja më lejo ta rrullojmë pak, se më morë nga një faqe. Jobi, Jobab, qushe më përpara, po Jobi në vendin e Uzit, Jobi ishte i pesti nga Abrahami. Jobi ishte nga genealogjia e Isaut. Kemi, masandaj, kemi Jakobin dhe Esaun. Isau ishte baba i tia. Ja një moment, sa ta rregullojmë. Jobi. Kush ishte? Jobi ishte njeri i ndershëm dhe i drejtë, zbatonte ligjin. Dhe kishte frikë nga Elohim dhe largosës së keqes. Sot, denominacionet me njerëz shkojnë që Jobi ishte me mëkat, prandaj vojti. Jobi nuk vojti se ishte me mëkat. Jobi vojti dhe atë ja lem atit. Përse vojti? Sepse, si tha Mesia, në këtë botë, tha ju do keni disa vuajtje. Apo jo? Dhe Jobi ju dha 2 fish, ndërkohë në librin e tij thot shkrimi dhe ne ja ta i thotë Jobin, thot që Jobi, që ishte në këtë rast duke zbatuar ligjin, thoshte, do ringjallet në ata që do në ringjalli atë Jahue. Ja ta marrë atë përkthimin, kam verë në Jobi 24, është në libri, ndërkohë ato vargje nuk janë nuk janë fare. Nuk janë në versionin e farisejve të Mazoretikut, që ka bota në këtë rast në anglisht. I kanë hequr dhe ato vargje. Ndërkohë Septuagjinta të jep hapurazi masandaj, të jep historinë kush ishte Jobi masandaj në atë vargun e fundit. Ndërkohë në Biblën që mund ta kesh ti është, po ta lexosh deri në fund, ja vllai po të ndihmon, ta jep, i kanë hequr ato, normal që i kanë hequr farisinjtë, sepse pastaj Jobi që ishte njeri i drejtë, çfarë lind atje, pse i kanë hequr? Lind sepse pastaj i bie që Jobi çfarë zbatonte ligjin. Por jo, ligji nuk ishte përpara malit Sinai, se Jobi ishte përpara malit Sinai, ishte 100 vite përpara, sepse farisejtë në atë kohë mendonin që ligji vetëm u shfaq në festën e Pentakostit që ishte në malin Sinai, në Eksodin 19. Kështu dinë sot e kësaj dite në Izrael. Prandaj i kanë manipuluar masandaj libra të tjerë, masandaj dhe i kanë hequr dhe libra që duhet ishin, sepse nuk donin të dinin që përpara, në këtë rast përpara mali Sinai ishte një ligj që ishte dhënë njeriut. Ja, një moment sa të gjej Jobin, Kapitulli i fundit, 42. Ti po ta hapësh në Biblën tënde ke në fund fare, mbas vargut vargu 17 të mbaron me aq. Jobi vdiq, një njeri në këtë rast në ditët e tija, të plota kaq. Ndërkohë që po të shikosh të tërë përkthimin, jam po e marr pak përkthim Septuagjinta që ishte 1000 vjet më përpara farisejve, që e përkthyen, dhe ti do shikosh që dhe është shkruar që ai do të ringjallet me ata që Jahue do të ringjalli. Ja, të tërë këto vargje mungojnë. Që është Jobi 42. Vargu sa i vete? Ja, më falë. Jobi 42, vargu 17. 17 vazhdon, si ti e shikon ekranin tënd, ja, po ta vargun
Në këtë rast, okay. Jobi 42, vargu 17. Ne po e vëmë Septuagjina që masandaj përcaktohet me LXX, që është një formë e shkuptuar. Okej. Dhe është shkruar se ai do të ringjallet me ata që Jahue ringjall. Ky njeri përshkruhet në librin e Sirianëve, thot, duke jetuar në tokën e Ausi, në kufin të Dumesë dhe Arabisë, emri i tij ishte më përpara Jobab. Po, ishte, thot Zanafilla, Jobab. Pastaj mori një grua arabe, lindi një djalë që quhet Enon. Okej, djali i tij të babait të tij Zare, një nga bijtë e Isaut. Dhe nënës okej, dhe ky ai ishte i pesti nga Abrahami. Këta, çfarë? Dhe këta ishin mbretër që mbretëruan në Edom. Me 3 të tjerët, shokët e tij që u afruan, ishin mbretër se puna e Jobit, mosandaj. Të gjithë këta, thot, dhe miqtë e tij erdhën, thotë tek ai, thotë të ishin bijtë, të ishin mbretët e. Por çfarë do të them? Që përveç se vargu të parë që neve kemi në Jobi 42:1, vazhdon që Jobi do ringjallet, thot. Dhe Jobi nuk mëkatoi. Nuk mëkatoi, sepse në Biblën mbaron kaq që Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë. Vërtet kaq? Po pjesa tjetër. Prandaj nuk duhet besuar masandaj disa përkthimeve të farisejve që është versioni King James, sepse janë, ndërkohë versioni King James ishte nga Anglia, i mbretit James qushe atëre. Ai mbret nuk kishte as ligjin, as ata ishin anglikanët. Një denominacion që ishte në atë kohë, që doli nga katolicizmi. Dhe është shkruar se ai do të ringjallet me ata që Jahue do ringjalli. Tërë këta që shikon nuk ndodhet në Bibël është vetëm kjo kaq. Kjo këtu jashtë. Mbaron kapitulli 42. Ndërkohë ke të tërë një histori kush ishte, çfarë bëri, këmori, masandaj dhe çfarë ishin. Duke rikthyer ecjes që Jobi ishte njeri çfarë i ndershëm, i drejtë dhe kishte frikë Elohim. Zbatonte ligjin. E kishte ligjin. Kishte moralet, principet e shëndoshta të tia. Dhe ai kishte mbarësi. Dhe nuk e mohoi atin Jahue. Siç Tobiti nuk e mohoi, dhe se ishte në varfëri. Tha, birim, tha, ne e dim që jemi të varfër, tha, por si tha, kemi një shpërblim të madh tha atje. Duke mbajtur ligjin, vëlla motër, që nuk ndahet nga jeta jote, ke sukses në veprimtarinë tënde, në jetën tënde dhe ecën përparon, shkatësohesh në mendje, shëndoshesh, shërohesh çdo ditë prej urdhërimeve të tia që na shërojnë, sepse mëkati na sëmur. Shkelit e urdhërimeve na sëmurin, ne e dim atë gjë. Ndoshta dikush mund ta marrë sot. Flas për ata që dëgjojnë online. Sepse këto mësime e ti që po e dëgjon online, këto gjëra nuk i dëgjon aty ku je. Apo atë personi që po e dëgjon online, që duhet të pendohet ai vetë nga shkelit e ligjit. Gjë që nuk ka ndodhur për te. Ti bëje për veten tënde. Fillon të mësosh festat biblike, sabatin, masandaj që shikon Pashkën, futat e para, Pentakostin, ditën e burive, ditën e shlyerjes, festën e çadrave. Dhe masandaj dita e 8 e kuvendit madhështor që është prapë dita e 8, një mbledhje veçuar. Janë mbledhje të veçuar, Pashka darkon me atin, darkon me te, sipas Eksodit 12, që Mesia mbajti në la shembull. Prandaj thot apostulli në para Korintasve 5, kremtoni Pashkën, nuk tha kremtoni disa komunione që dolën 300-400 që Konstantini, perandori Romak, e shfuqizovi me sabatin, me Pashkën dhe tha,
Jo, tha, ata që janë, ne do vazhdojmë të ecim sipas ritit që praktikohet në Romë, kush nga katolikët. Dhe kështu do lëm trashëgimi ndër breza, thoshte perandori romak që ishte adhuruesi diellit, mitran që kishte dhe ke në monedhën e tij. Ke mos ndaj demonin e diellit që bante ai vet dhe ke fytyrën e tij dhe fytyrën e mitras mbrapa me kurorën e diellit. Dualiteti, ja prap, Dionysus, njëjta gjë. Ti mos je pjesë e tyre. Se Pashkën të anulluan në vitin 300-400, ndërkohë që ke një asamble, një kishë që mban Pashkën e vërtetë. Darkon me atin, merr bukën pa maja, merr barishtet e hidhura, merr masandaj qingjen masandaj edhe e pjek për para atit. Ne nuk është për faljen e mëkateve. Se është berë mësimi e kam berë dhe punë e Pashkës, hapurazi, për tërë vargjet, duke mbajtur urdhrimin e atit, nuk është për faljen e mëkateve tende, sepse kanë berë atë qingjen masandaj që është nga ana e shëmbulltyrës, për punë e ecjes po thoshte apostulli. Ai ishte qingji që nuk kapi gojen, ai e dha veten si një qingj që çon veten në thertore, ai e çovi veten tha, unë për këtë punë tha erdha, apostulli po sjell shëmbulltyrën e ecjes së tij, e karakterit të Mesias Jashuas të Izraelit. Jo katolik ortodoks, më thëndaj, që të bëjnë çdo lloj gënjeshtre. Apostulli thotë, mbani Pashkën, në parë Korintasve 5. Dhe atin e Pashka pastaj po thotë që hiqeni majane, majaja paraqet shkelit e ligjit, mëkatin. Majaja ka shumë maja, mësë ndë paraqet majane kujt. E të farisejnve nga ana tjetër. Masimi yt është një llambë për këmbë të mia dritë për shtet.